Në emër të Flerit të Temrin falenderoj për pjesëmarrjen dhe pasi që jemi në prag të festës të vitit, s'pari dëshiroj t'ju uroj festën e 28 nëntorit, festën kombëtare, festën e flamurit shqiptar. Dhe gjithashtu kam një urim tjetër pasi që shqiptarët nga Shqipëria posa fituan drejtën që të vizat të lirë në Evropë, ja uroj edhe atyre vizat e lira, gjithashtu dhe për shqiptarët që i përkasin festë muslimani, ja uroj festën e Karbanit, Bajramit, dhe i uroj shëndet, lumturi dhe knatësi në shtëpijat e tyre. Pa më shumë kohë, kolegi Anisa do falenderoj që sponsorët dhe partnerët tanë dhe njëherë falenderoj që ishim me ne. Anisa? Mirëmbrëma, gjithashtu edhe unë Anisa ju falenderoj në emër të Fler Entertainment sonte për pjesëmarrjen tuaj. Gjithashtu falenderoj gjithë sponsorët dhe pronarët tanë, të cilët janë Travel Only me pronarët Briar Zenullahu dhe Dashnor Hasku, Floka Salon me pronarët Bashkim Breznica dhe Al, Besi Auto and Collision me pronarin Bedri Toqani, Klubin e Futbollit Kosova me trajnerin Faik Shabani, Shqip TV nga Chicago me 24 kanale në gjuhën shqipe dhe gjithashtu pasqyrën shqiptare me producentin Ilir Lena. Ime jesi, je pikloti, e gjërnote, kushtësomi, ti mjertime, ti u trekte, jeni u qëve, në dhejte, në time gete. Sinan Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Kanada. Mirë se gjemë. Kjo nuk është vizita juaj e parë, apo ja? Jo, kjo është dikon hera e tretë ose e katërt, nuk jam i sigurt, po. Ju vini shpesh në Amerikën e Veriut, vini në kuadrin e një turneu apo thjesht në Kanada? Po, zakonisht që thot populli një udhë dy punë. Se pasi që kam familjen në Chicago dhe jetojmë në Chicago, kam vajzën atje në magjistraturën, domethënë është duke mbaruar magjistraturën dhe njëjtën kohë shfrytëzojmë mundësitë aq sa na lejon koha për me ardhur edhe në Kanadë, domethënë kjo është mbas një kohës gjatë, mbas një viti ose 2 vite, nuk kam qenë mas pronti. Çfarë do të veçoni nga veprimtaria ju artistike e këtyre viteve të fundit? A ka diçka të re për fansat tuaj? Po, kemi mbaruar albumin tash, para 2 muaj, 3 muaj ka dalë, kemi bërë dhe videoklipin e mrekullueshëm me zonjën dhe si e quajnë në Shqipëri me mbretëreshin e këngës Jugut, dhe me Eli Farën. Kemi pasi bashkëpunim të mrekullueshëm, kemi bërë një videoklip i cili ka kalu jashtëzakonisht mirë. Se vlas tash mundësit janë shumë të mëdha, informative për gjithë trojet shqiptare dhe fal televizioneve gjithë shqiptare ka kalu domosdoshmë një këngë e cila i ka porositë veta, në një farë mënyrë nuk është këngë nacionaliste, po është këngë që flitet për një darsëm ku veçanërisht flitet për çamëri. Domethënë është një dhimbje e madhe shqiptarëve, çamëria, për të cilën mendoj që na duhet më janis me mendu. Një ditë në Zdo ke nuk se ti më qëtëru Mos e posha as të me Këtë dhe natë nuk ti dhe këtë Do të bëhe një ditë në Që prej çrimit të Kosovës në 99-ën, midis Kosovës dhe Shqipërisë njerëzit lëvizin lirshëm, po kështu lëviz edhe kultura. Nën këndvështrimin e një artisti, a i shikoni të mundshme dhe të realizueshme bashkimin e Kosovës me Shqipërinë më vonë në një shtet vetëm?
Në kanë vështrimin tuaj personal. Absolutisht, është mendimi im. Unë mendoj se çdo shqiptar është i mirë dhe i ngratë në rast se nuk e ka dikun brenda si dëshirë dhe si qëllim të punohet, ngadalë dhe të krijohet një hapësi gjithë shqiptare. Na nuk kemi nevojë se Shqipëria nuk është çaq e madhe edhe me Kosovën. Na veç duhet me qenë e natyrshme, që po quhet fjalë. Shqipëria natyrshme është megjithatë borxhi joni që kemi borxh ndaj atë dheu. Tu falenderu gjithë lëvizjeve që dhe hapjes kufive kemi fituar na shumë Kosovë, kemi fituar shumë Kosovë. Për shembull kohëve të fundit, sipas mendimit tim, Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë ka luajtur rolin më të madh se Ministria e Punëve të Kosovës, domethënë ka qenë në ballë të kërkesave kombëtare për njohje të madhe të Kosovës. Për kulturën mos flasim, domethënë është një lidhje e mrekullueshme dhe po shkon natyrshme dhe po shkon këtu akoma mirë për shembull kur profesorat më të mirë nga Shqipëria vinë edhe ligjerojnë në Prishtinë. Ose profesorat e mirë nga Prishtina shkojnë në Tiranë. Kjo është një këngëtar i mirë si absolutisht. Më gjithë këngëtarët e Shqipërisë kanë funksionojnë mrekullueshëm në Kosovë. Domethënë këto gjëra që janë të pandalshme. Veç prap po them është gjëran që se një njeri nuk e ka brenda vetë dijes atë qëllim, që është qëllimi i natyrshëm, kur gjë më shumë s'po dojmë shku në Kraleva s'nish. Ju lumt goja dhe po e mbyllim duke ju gëzuar festën e flamurit. Ditën tonë. Faleminderit, unë shfrytëzoj rastin t'ju uroj gjithë shqiptarëve gjitha festat e fund vitit, ndërsa juve si televizion unë mendoj që kem shumë borxh ndaj jush për arsye se një popull që nuk ka informata është pozitë keq. Domethënë ju jeni ata që megjithatë informoni për çdo lëvizje të tona shqiptare. Faleminderit shumë. Faleminderit. Sukses. Faleminderit.